Raste të reja me HIV vijojnë të shfaqen çdo vit në vendin tonë, duke bërë gjithnjë më të domosdoshme rritjen e ndërgjegjësimit, parandalimit dhe aksesit në trajtim, në përputhje me mesazhin global të ditës botërore të AIDS. Të dhënat e fundit të raportuara nga Instituti i Shëndetit Publik tregojnë se gjatë vitit 2025 në Shqipëri janë diagnostikuar 125 raste të reja me HIV, ndërsa numri total i rasteve në këto 3 dekada ka arritur në 1973. Shifrat tregojnë se transmetimi seksual vazhdon të mbetet rruga kryesore e infektimit, duke përfaqësuar 72.6% të rasteve, ku pjesa më e madhe është transmetim heteroseksual, ndërsa rastet e transmetimit nga nëna tek fëmia përmes gjakut apo përdorimit të drogave me injektim kanë mbetur në nivele të ulta. Mjekët bëjnë apel që qytetarët të bëjnë teste për parandalimin dhe trajtimin e hershëm, duke qenë se ende nuk ka një vaksinë. Mjekja infeksioniste Esmeralda Meta thotë se më të prekurit nga kjo sëmundje infektive janë grup moshat mbi 14 vjeç. HIV-si është një ndër sindromat madhore infektive që po bën mbi 3 dekada tek ne. Është ndër sëmundjet me peshë, qoftë mjekësore, qoftë sociale, qoftë familjare madhore. Në shërbimin tonë trajtojnë adultët, grup moshat mbi 14 vjeç. Dhe ajo që ne vëmë re është që është popullata aktive më shumë predominuese me këtë sindrom. Është sëmundje që nuk prek një individ, mund prek partner, mund prek një familje. Mesazhi i rëndësishëm është testimi, skrimimi i moshave të reja dhe i grupeve në risk. Që do të thotë, ofrimi i testimit të HIV-it në Shqipëri është kudo, është në spitale, është në njësitë vendore të kujdesit shëndetësor, skrimimi i grave shtatzëna për evidentimin e hershëm, trajtimin dhe parandalimin e transmetimit. Këshillimi me mjekun specialist në çdo moment. Të dhënat tregojnë se infeksioni është më i përhapur tek personat 35-44 vjeç që përbëj 27.8%, 25 deri në 34 vjeç 26.9%, ndërsa raporti gjinor mbetet i pabarabartë. Në vitin 2025 janë regjistruar 98 raste tek meshkujt dhe 27 tek femrat. Në kuadër të ditës botërore të AIDS-it, e cila këtë vit mbahet në moton të kapërcem pengesa drejt një përgjigjeje të re ndaj HIV-AIDS, theksohet se pavarësisht përparimit të bërë, mbetet një sfidë e rëndësishme. OBSH raportoi se në 2024 rreth 1.3 milion persona infektuan dhe 630.000 humbën jetën. Testimi për HIV në vendin tonë është falas, konfidencial dhe i aksesueshëm, ndërsa trajtimi ofrohet pa pagesë në shërbimin infektiv dhe pediatrinë infektive.